s'merremi me pronar të mëdhenj. Ne mund merrem me njerëz të thjeshtë. Merrem me njerëz të thjeshtë, me njerëzit më të bukur në botë. Pashtu. Se kam shtëpi me pllaka, unë kam pa pllaka. Ne zihin vetë treg, dhe thotë ai tjetri, mora kaq, mora aq. Po ti mirë te ato milionat, pse nuk i rrin fëmijët këtu ja? Po ikin. Po ikin. Sepse njëherë fajin e ka vetë fermeri. Pse? Po fermeri njëherë thot, e shikoj njeri që mbjell domate, por gjithë domate. Bravo. Unë do shikoj, do studioj tregun që ta shes. O i lumi unë, pas ka rritur nëna. Kam ardhur më në fund në Lushnjë. Më kishte marrë malli se beta në veri, beta në përmala. Kam ardhur në Lushnjë dhe kam ardhur në fshatin Lumpë. Sa mendon se quhet Lumpë? Dhe me thanë ti nga këte s'merr vesh? Mike lën mua, okej. Unë këtu trokas pa frikë, ndërsa ande nga ju kam ndrojtje. Ndërkohë që them unë që Lushnja janë shumë të mirë njerëz të dalin ndonjëherë. A ka njëri? Hajde këtu ti. Si je? Hajde të takoj pak. Pas ka dhe servis këtu. Ta mora një trëndafil. 2-3. Unë jam trëndafil, rejt. Qa ka ajo pula? Nuk ka apet kjo? Me kyt. Priti pyes njerëz ndoshta kanë frikë se mos e grabisin, po ç'na këto grabisin. Ndërkohë që po thoja që në zonën e Lushnjës unë ndjem si në shtëpinë time, sepse thash që njerëzit këtu janë fantastik. E kanë ato humorin edhe hallet I tregojnë me të qeshur. Po pse e mban të kyçur derën?
Ah, okay, hape këtë. Më hapëm vina, unë jam gjumë, që gjumë. Je në gjumë? Si fle në këto orë ti më? Flese jam e smuhë për në rritë. Po, kur je i sëmur duhet të ecësh, të bësh ecje. Unë eca ja i ka me. Se shi sa bukur. E bukë. Në kë jeton? Që vëndja. Se je, hajdin qik se ju mbura ju të lushnjë, se i tash janë të mire, janë kështu e janë ashtu. Po të mirë jemi ne. Jeni? Po zgënjej ju? Shemi të mirë ne? Jo zgënjej për zotin. Në kë jeton? Në burin e me që jetoj. A, më mirë, shumë mirë që ke burin, s'ke që vërtet. E ke të mirë. E kemi. Për qafojnë ja ty, ikën pleqëria. Në plakën. E po plakësh, po për qafimi nuk një mosh. Po. Zoa. Ka marrë në fshatin Lumt. Unë shkoj në çdo fshat. Na je. Në Shqipëria më, nga Skrapari, nga Korça. Unë edhe nga Lushnja ndjem se kur jam, se këtu kur vit jam si shpinë time. Po mirë pashu, ishe gjithë. Ne jemi të një loj. Ah, bravo. Ku do që t'jesh, po të doja më dinjam qa vendi je. Okej, dhe tani unë kam shkuar në çdo fshat të Lushnjës, herë parë që vi në Lumt. Po a keni këtu Se si e të rrugën e madhe. Do shkoj edhe ande, po si ti ke unë pa takuar të? E gjithë e plakën, e? Jo, moshën tuaj gjej më shumë se të rinjt ka e nikur. Këtërojnë do të bjellë. Hajde këtu. Mirë ti kena na? Dëgjë. Se unë s'kam goca, se gocat janë s'kjota, mbesa po kam. Si janë vajzat tuaj, unë qikë si janë vajzat? Shumë mirë. Më të mirat janë. Po më përpara thoshit ishallah me djalë, pse s'thoshit ishallah me një gocë. Qa jeni ju, qa jeni? Gocat janë mira, po unë nuk kam goca, unë jam... Dhe plagosër gjam, po unë pata 3 quna kam 2, po kam mesën, kam dhe djalin, një pin. I kam të mëdhej. Zoti ju dhe në shëndet. Shumë mirë, të kemë shëndetin, asi gjë tjetër. Dhe shutit ke qenë qani? Ti je këtu nga Lumti, ja? Lumti, jam gocë Goreje dhe Lumti tu, ja. Goreja të isha ty. Ashtë pak më tutje. Dakor, më trego pak për fshatin Lumt. Njerëzit e di që janë të mirë. Tani faktikisht unë pyet shumë për problemet që kanë aty. Dhe me thënë, në fshatra problem është uji, rrugët, çfarë probleme ka këtu? Tyra aty të te i quni? Jo. Pse syre? Po se për zotin këtu trokitar në fillim, pastaj do t'i marrë me radhë. Nari mata i pëndaj të të. S'merremi me pronar të mëdhenj. Ne mund merre me njerëz të thjeshtë. Merre me njerëz të thjeshtë, me njerëzit më të bukur në botë. Pashtu. Se kam shtëpi me plaka, unë e kam pa plaka. Ke shëndet. Më dojë zoti dhe... Së ndihmoj njeri? Kush ndihmon? Ka ndihmon njeri zotme. Asë njeri. Kush ndihmon? Se janë bërë njerëzit kështu me nëna? Nuk e ditë, ke që nëna nuk e ditë. Ja, neve trasa për të më ndihmoj, po... Qa ju thanë? Në ndihmoj. Qa në me qanë? Mirat e që ndokë me qenë. Mirat e që qenë. Që qenë me leke, pa leke. Në më vra i kone. A i kishtë punën këtu, po të keqe nëna, po i këtë takë dhja. Do i kishë pa tjetër, da e ngeli vetëm, ngeli me prej. Që mekanik në Dëvjakaj. Edhe? Atje ku ishte ajo atje. Pa ja, iku të ikë të tutja, me u bezarari u vra. Qa ndodhi aksident? La, ba. E ka? Se kushe e ka goditur me një punë, me një vinqë. Edhe u smura në vura kokën së vërkendri, nuk ngrije do të. E ke zemrën e plagosur dhe të kuptoj shumë mirë se jam prind vete dhe e di gjë thotë për fëmijan. Okej, që të mos ta mbaj mendjen aty. Probleme tjera çfarë ka këtu? Çka ka këtu? Goxha është për bukurie. Hajde Nika, hajde. Po mjek edhe kështu ka? Hajde Nika. Çka tyja. Ka djalin ata? Jo, është u shkojnë edhe. Hajde. Shkojnë. Ishte se leje. Lere, nuk na duhet se... Infermier keni këtu? Kemi. Uj keni? Uj kemi, me botë kemi dhe me uj që vinë që ateja. Që do të pyes për këto prodhimet që ashtu ju s'besoj që i mbillni? Të mbillni me i domate për veten? Për veten. Jo për t'i shitur? Se këta që i shesin kanë probleme, se i marrin me çmim shumë të ullët. Neve i mbillin vetë me aty i bachet. I bachet i mbillin. Pas po bëhen edhe... Tani nëse shkoj të trokase kjo shtëpia tjetër unë hapin derën? Tu? Po, se ishte komuna aty. Ishte i... A është kryetari i komunës? Ishte te. Po kryetari, ky plakush. Kryeplaku i fshatit.
Ju mban me të mira ai kështu? Jo, dëgjon fjalën? Mi shku me kohë, jo se hyrje i sa Po këta tani që janë zgjedhjet ju kanë ardhur, ju kanë trokitur? Këta që vinë për zgjedhjet. Edhe një grua aty e futa brenda unë, sëra Karamela. E kujt ishte ajo? E cilës parti? Socialist ishte. Tani nëne që t'jem e sinqert, unë nuk jam gazetare. Unë jam e Partisë Demokratike. Unë e demokratike i kam në ata prindit e mi. Po vetë, si e? Unë jam dyshe. Si e ke mendjen këtë vit? Si e thua ti ku? Unë e tregoj drejtën. Dëgja, tani, unë... Ti je socialiste dhe... Jo, s'jam socialiste, unë jam demokrate edhe... Unë kam gazetare në atje në Tiranë. Ku e ke? Ajo është Brikena Prifti. Brikenën çfarë e ke ti më? Kocë vlaj. Ua, t'ka hall ty? Hall. Ja dha më Brikenë. E kam shumë xhanë, se është vajzë shumë e mirë. Po ç'lidhje ke ti me Korçën? Si Korça ishte... Po t'jati nga Korça e ka? Jo, ka këtu, jo. Ashtu, e? Tani se po thoja këtu Se do tani. vjetë tjetër Brikena, po e Brikena ishte. Po një Brikena është, po dëgjoj tani. Unë jam e Partisë Demokratike dhe të pyeta që ta çfarë probleme ke këtu dhe them kemi këto kemi. Tani këto rrugët duhen bërë. E kupton? Kështu që mendoj mirë para se ta japësh votë. Jam bërë. Sa nuk di unë për të bërë politikë. Këtë di. Për zotin bëj shaka se gazetare jam, po të gacmova nga që më E, si se Sa ato janë kështu, ato ta mbushin mendjen, unë zdi të ta mbush mendjen, se zdi të gjenjej për zotin. Me vërtet? Po e shif, duhet të kandidoj unë. Unë po kandidova ma jep gjithë Shqipëria se më dua, se zgjinjej. Jam shumë e mirë. Ik mos rrishu, ik futu brenda, përqafoj plakun kur të vesh tani. Aq të përqafoj një. Plaku i. Sa? Dëgjoj, nuk ka plesh. Po përqafoj, po them të bësh në një gjë tjetër, përqafoj. Tjetër me rejemi plejqi me rinë. Nëse këthej. I ka mostrim në djetë se jesë, mund të uroj gjithë të mirë atë të kesh fëmijët me jetë edhe. Mos keme rakë. Ne jemi mirë. Jeni mirë? Po mirë, ne plejqi mirë, atë pensioni dojmë qikne. Sa e doni atë? Atë, unë kjo 30 marë. Ja, ka rritur në një qik rama? Kusha ka rritur. Apo gjenjenaj? Si rama. Atëhere me ndohë mirë. Jam mundurë. 130.000 leke. Unë i marrë i lashe 30 dhe një kofër. 30.000 leke i kofër. 21 bën një kofër tjetër. Unë piti 13 kofër në ofti. Të ditën. Ndrejt, ndarë. Po inshallah po jo rrit edhe një qik, sa i ka filluar i rrit gjerat. Po ne i rritin. Tani ai ka rritur gjithat pak në të pensionin. Nuk dua s'kjetë. Po ta rriti pensionin, a do t'ja japësh votën? Po me. Jo dhe. Ja jep? Ati që mi jep leku po. Po ta ull prapa i nesër. Sa të marrë votën? Shkalamaj. A thua është serios? E serios bëjmë do tjetë. I ka se do i kide në qendër të fshatit. Edhe gjeni me një vapët nuk plas babë, i këtë tëri. Gjej, ja shkoj trokasi, zgjoj, unë si që zgjova aty. Zgjove mua, unë thash do dashë, thash, dhe jim ka ardhe mesa ime. I këtu brenda se është vapë. Ja, këto kanalizimet këtu të merë janë. Shqit si keni kanalizime? Nuk deshen ata, nuk deshen të bëjnë, nuk do në njeri zë. Po pse për një di që gjithë fshati? Mos më zirë plakën, more veshte. Plakën e disa bukur do të nxjerrën ty, si zonjë. Mos më zirë plakën, Po jo me ta dëgjoj Rama që the që hajde tashë. tashë. Unë të shqypje, derën dhe unë të pash i dritaret, po tash do vetë të dalë. Më përgjove një nga dritari. Më pe që isha mirë kështu, as e zbuluar, as i gjë. Jam serioza? Jeshtë. Po mirë, ti veshim një qik këtu, apo ja? Jo. Pa të ti nxjerrim qik këtu? Shkutra, i meni. I më në pashë. Pafshim. Qati lumë. Janë të lezetshëm fort për Zotin. Si gjithmonë, më problemet janë të njëjta, por meraku i këtyre njerëzve më të mirë, pra mosha më e bukur që unë i kam shumë debules, është pensioni të ngrihet pak. Ky ishte kryeplaku. Kemi ardhur, qa quen këta? Zambak? Sa të bukur janë.
Për zotin tu të hapen mushkrit, po kur nuk e kam kuptuar pulat dhe derat pse hanë kështu në kanale. Dhe një tjetër problem në këtë fshat është kjo, kanalizimet e ujrave të zeza. Këtu s'bën kanalizimet e ujrave të bardha, jo më të zeza. Vazhdojmë të ecim brenda në qendër, sepse aty normalisht takojmë më shumë njerëz, por duke ecur unë shoh edhe çfarë më kap syri i them. Pula pas ka shumë këtu. Prodhime nuk t'janë shitur? Po kemi serat. Që u bë ai problemi i këtyre? Problemi ka probleme sa dush. Tani unë e di se lushnjën e njoh shumë mirë, por në lumth është herë e parë që vi. Çfarë ke mbjedhë dhe çfarë nuk është shitur? Po për momentin trangulli nuk shitet. Perimet, nga perimet. Se flasim gjithnjë për perimet. Për perimet flasim me fjalë të se më përma shtu kokë. Do me thënë ti ke trangull? Çdo gjë tani vjen piku i asaj dhe ulet, dakord, por jo të mbetet stokët dhe të mos shitet hiç. ngelet dhe stokët. Sepse ne problemi është se na vin nga jashtë. Dhe ky është problemi dhe juaj që nuk ju shiten. E kupton? Do me thënë çat ka mbetur konkretisht pa shit? Po sot në treg konkretisht trangulli ishte hedhur. Është hedhur, sa ke hedhur? Do të thënë 5 kuintal. Unë sot faktikisht unë nuk kam trangull, por shokët e mi që shesin. Flasim përgjithësi që mos flasim Jo, në përgjithësi sot janë ulësh dhe dëshmimet ulen. Sa e shisni për shembull trangullin? Trangulli sot aty ka qenë me arka. Me arka? Ua. Unë e marrim shumë shtrenjtë Tiranë. E di. Dhe ugoca Tiranë kam. Ua, e të mërshme. Po tjetër? Në qoftë se domatja këtu ish me 700 lekile, jo me 2000 lekile. Pa. Në qoftë se pardije patërxani është shitur me 1000 dije, i shitur 1500, që është shitur neve me shumicë. Pa. Sot e vati 600 lekë. Okej. Çfarë kanë hedhur tjetër? Çfarë nuk është shitur? Domatja, trangulli tjetër? Po, këto janë ato që është për momentin. Po, do me thënë çdo gjë ish si punë e saj sa vjen dhe ulet. Edhe bie. Dhe bie gjëra. Ku e shihni ngërçin? Ngërçi, siko, këtë gjë e bëj dhe pika. Që t'jemi realist. Që t'jemi realist janë pikat. Bravo. Çfarë bëjmë pikat? Pikat bëjnë atë që e marrin kur e duan e marrin, kurse duan e lën aty. Po mirë, e lën aty do të thotë që furnizohen nga vende të tjera. Po ish lodra e tyre që janë andeja. Janë lodrat e tregtarët, domethënë janë dhe pikat e mëdha kush i ka. Unë nuk e di. Po pse gjithmonë kështu ju marr? Ju punoni edhe. Nuk e vlerësoj, fshati asnjëherë nuk vlerësoj. E di, prandaj janë fokusuar në fshat, sepse po pa fshatin nuk ka jetë. Se s'kan që hanë ata. Nuk diskutohet, këtu kanë ikur të gjithë njerëzit, sa për dje. Dëgjoj. E di, e njoh shumë mirë realitetin, po dëgjoj. Edhe ju të fshatit jeni bërë një çik hile qarë se na i fryni ato edhe zim çaham. Jo. Asnjë gjë, nuk është. Tani. Jo tani. Një shumicë njerëzve ke të marrim akë uja, për sa ishte. Po, është për të... Hajtë të sere ime, sot. Kontrolluar, po. Bëje kontrollin, e kape me pesticide, e kape me hormone gjera që marri pjekje, gjobite, përshëdoje. Përveç se gjobite fute në burg se vriten po vrasin njerëz, se ushqimi të vret. E kam parasysh, e di. E kupton? E di. Pra, atëre ndodh që këta i din, por bëjnë se kur nuk i din. Çdo gjë dihet. A, se vendyshim, një vend kaq i vogël. Ja, erdha. Çfarë problemi ka se po filmojmë, na s'po gënjen të vërtetën po totore. Pse mor ju gjithmonë jam mbledhin gratë, më burike se më pëlliqet. Kam mustallar aty edhe po tash nuk. Jeni çik të urt, jeni shumë punëtor, jeni të urt, po le tani se ti shkosh diku. Nuk vlerësohet asgjë. Këtu fshati për shembull kishte punoni 50 veta me serat, tani punoj 3 veta. Të them edhe diçka edhe do ikësh se ke ustallar. Dgjoj. Kfaje është tek fermerët, a di pse? Se ne nuk kemi nevojë të kujtohemi ti hedhim, se ne hedhim djersën tonë, kupton? Po hedh djersën edhe po hedh në tokë. Ama kur vinë zgjedhjet dhe vinë shkojnë, s'po them tek ty. Ndoshta edhe tek ty. Jo. Vjen nëpër gënje shumë. A po ha pra. Prandaj s'bëhemi na. Se kanë gjë, ne zihim vetë treg, dhe thotë ai tjetri, mora kaq, mora aq. Po ti mirë te ato milionat, pse nuk i rrin fëmijët këtu ja? Po ikin. Po ikin. Më thuaj një gjë, pse quhet lumth? Quhet lumë se këtu shpejt kohën e gjyshit ka kaluar lumë, deg lumi. Lumi në mes të fshatit? Atë dorë të ikte këte. Ndaj quhet lumth. Janë larguar shumë? Nga që këtu, vetëm plejt kanë jeni. Unë mund t'jemi fundi si punë e saj që
E ke menduar t'ikësh? Po, tani unë gocat i kam të rregullura. Po. Vetë tuaj që Unë me gruan jam aty. Qa dosh? Të falenderoj shumë. Qofshi. Mos e lejo me gruan të bërtas. Ika. Lumt pra, sepse këtu ka kaluar dikur lumi në fshat. Sa punëtor janë, sa të mirë janë. A kalon dot? Kalon dot? Sa është nafta? Dyhet. Ti ke pa? Pika. Sa? Dhe ta shish? A je logo? Asa i mira, është fare. Po pra. Dëgjoj, çfarë ke mbjell? Pritë ta vendos këta. Problemi është se ju pa mbetur këto. Dhe me këta unë ushqej familje, ushqej lot. Çfarë bën me këto? Ja, transportin e barit. Kam 200 dengje sot. Barë orë marë. Vetëm? Kam një qëryk. Sa i ka ngellë. Qyryk e mos thuaj qyryk se qyryk. Jo zjeda jo ata. E në atë kuptimin ati? A i sa i, jo, se sa zjeda. Po si na i quajti qyryk a i më burë? Po pse ma popull qyryk jemi na? A i e shumë popullor, i përdor ata. A thua? Nuk duhet. Nuk duhet se është ofendim, por gjithsesi. Unë s'kam se të ofendoj ty në rrugë, si do që t'jesh, pa e thot vetë, si jam e penaltisët, që ti kam branë që ndesot, ka ngell këtu e një punëtor. Okej. Dëgja, pyeta edhe disa banor të tjerë këtu. E problemi kryesor, gjithmonë në zonën e Lushnjës, është prodhimtaria, që nuk ju shitet. Si burr i mençur dhe i vjetër që je, kë bën fajtor që këto prodhimet tona nuk shitet? Sepse njëherë fajnë e ka vetë fermeri. Pse? Po fermeri njëherë thot, e shikoj njeri që mbjell domate, por gjithë domate. Bravo. Unë do shikoj, do studioj tregun që ta shes. Unë vetë merrem me blegtori. Dhe e kam me kontrat qumshin, s'ke duhet ta shoj me kontrat qumshin. Që je i sigurt? 5 vjet, jam i sigurt, jam i gjithsesi. Ne jemi një grup njerëzish, jemi një shoqëri e bashkuar. Që punojme, kemi të siguruar qumshin në tank eftos dhe të tjerë për ngarkesa mikrobike që mund të rritesh në përgjithësore e shojmë 4 gradë, ja nuk ka shans. Kështu kemi gjetur zgjidhjen me njëri tjetrin. Jemi rreth 7 vella, 7 familje, që punojmë bashkarisht. Me sa di unë, në drejtorinë e Ministrisë së Bujqësisë, apo drejtorive të tjera në përrejete të bujqësisë, ka agronom që i orientojnë fermerët. Pra paguajnë pra të punë duke ju thënë, duke studiuar tregun dhe ju thënë fermerëve, do përqendroheni në këtë kulturë, do përqendroheni në këtë. Me dëgjoj dhe njerëz. Ne kemi vetë fajin në fermerët. Po, e kuptova. Se po të pyesësh që erdhe këtu, të erdhe me të pyetur ti ku vajte këtë ende. Edhe unë do ta studioj vendin. E nisa njëherë me perime unë kështu. Po. Më dhe ca hudra, ca qep fillim. Nuk është shitën. Atëherë u stabilizova këtu. Duke rritur blegtorin, duke u marrë me blegtorin. Dhe të shti pse ka që është. U shej, nuk është puna, nuk vetë do të pasurin ka kratë nga shpatlat. Po mirë, ta bëre një pyetje tjetër unë. Po. Vinë domate nga jashtë. A është tjetër, ajo është problemi. Që Ministria Bujqësisë, politikat ekonomike, duhet të mbrojë fermerin. Nuk e mbrojë. Shikoj Kosovën që shkron. Kosovën gjithë prodhimet vendore dhe kanë ata Shqipë. Unë di që në zonat në vendet më të zhvilluara, përparësia kryesore jepet fermerit. Ndërsa këtu fermeri është... Deri më sot, ja 2 vjetë ka sukur ka lëvizur qik. Deri më sot. Nuk o këthyja njëri nga fermeri. Një ish minister i bujqësisë më përpara, u bëj një grumëllim njerëzë sepse nuk bëhesh asnjë lloj subvencimi. Dhe ishë mbledhja në fjerë. I ngriti nga këta gurgurët, një problem për mështjerët. Unë kam përfituar dhe
Ishte i krahut të maj, të djathtë, kishe përfituar kështu, pa drejtësisht. Pa drejtësisht, dhe ja sa Shqipej, unë jam kështu thaj. Por, që Kosovar, fakt. Në këta të fjerit. Kam përfituar 4 hektarë, sa Pemtarisa. Kam përfituar 4 hektarë, me gjithë lezir, sa Vreshtë. Bora 20 lopë, dhe kam rritur 20 mështjera për të shtuar. Unë s'kam ushqim këtë jesu. Qa të be? Meri seri sa i shpjetë e mua të saj. Është vend në krye të një populli. Për të shtuar. A i në qytet mërë në punë tjera, nuk është pa tjetër, është vërtet ajo punë e dobishme, se e ka gjedhër rrugën. Sepse edhe qyteti nuk mund të bëjnë dot pa prodhimet, pa fshatin. Edhe fshati s'bën dot, se qizmen se bën dot fshatari, kuqen tjetër. Dhe janë të lidhura gjëra. Janë të ndërlidhura këto. E di çfarë nuk më pëlqen mua, se që ke zotëri. Nuk kemi të sigurt e natën që ham. Sepse fusin pesticide. Unë mbaj mend që e mbollit sot atë trangullin edhe të nesme nuk bëkash, më bole dhe shalqin. Jam hiperbolet ndaja. Shiko që po na dalin që... Unë nuk mbjell, nuk trektoj ata. Unë i bëjnë kam një baqa vetë aty, jam fillim atje, kam atë pikën e qumshit, që pëse e pat ati. Por, bëhet me hormonë vetëm për zënin e lullës sot, fillimi i bënin ata. Brenda flak e kuqe jashtë, brenda jeshil. Urse në atë kohë, ne dhe thoshim, u bëj ylli domates, atëre vile, ylli nga jashtë. Dhe atëre, sa qojnë qekiti, atëre fillon të skuqe sa bëhe, sepse kishe pjekje teknike, biologike, me më të dhe. Kurse të shishë, nuk kam me. Nuk kam me, se kita bëj fermeri më për para, bam, për të bërë këte nuk e merë me ti. Diçka ka. Diçka që nuk shkon ka. Që nuk shkon ka. Por e përgjithme zhura. Ta shjeta ka filluar vjen tavane për ta ngrohur edhe ambientin mos ketë ftohtë. I kanë dopje plasmas në atë, me haqje. Dhe e nëzjerë shpete, e i pjesh bujke mirë që punon. Fshati Lumth, mësova që Lumth quhet sepse dikur ka kaluar fshat. Ka kaluar mes atje dhe këto shpijet aty dhe dilte ku janë ca pema ndaj në ata, dilte kështu, dilte në shakon quhet e fshati. Njerëzit tu shumë të mira. Dhe atje u nivelua me sistemimin, me këto. Për ma tanë, ka qenë me thellë që neve zinim peshk atje. Të shie që niveluar, thuat i parcela. A është bërë një punë kolosale faktikisht. Kanë mbetur shumë njerëz. Por popti nuk e gëzoj. Pse nuk e gëzoj? Po qa pasojmë deri tash? Unë kam patur blegtori, kam qenë i dhanë mbas punës familjarisht. Por nëse mua në bitë në i fatkeqësi, unë se përballoj. Me zi kam qërë fëmijë të shkollë, me 20 krerë gjellë, duke punuar vetëm. Kurse ishtë ndryshe ka Kosova, ndryshe Macedonia, ndryshe Malizi. Si nata me ditën Kosova me nesë, unë kam qenë në fshatrat andesh, si nata me ditën? Mua mos me thuj me pjetë për çdo fshat, për çdo rrugë Kosovë, se i di shumë me plen. Edhe i kam studiuar në për fermat. Shiko që më thot njeri në Reçak. E kështë fermë për matanë atyre Vorezat, ku isha Lugina Reçak. A ishë te edhe Vorezat, më thot, ishe 29 vjeqë. Sa në ku ke punuar, që bërë një fermë me 15 krerë semental, në këto lara kokbardhat, lara kuqe. Dhe sa unë marë sa sot sa, kam ikur 22 vjetë sa punova më punë zezë, sa 7 vjetë atje, në Gjermani, sa. Si përfundim dhe erdha këtu, tha më ndihmoj, sa, më ndihmoj dhe kështë atje, stem me saj. Ta zhabres, si që kemi nërë. Dhe tha, marë atë rogë, sa, që mirësha në Gjermani në punë të zezë. Por jam i fituar sa punon shpica. Marë diçka dhe me qëra kështë marë pak to. Kështu që e kanë shumë mbështetjen madhe. Kështu që po të doj qeveria me ato politikat e veta, jo po të doj. I lë këta njerëzit ata që kanë ikur kthehen këtu se s'ka më mirë se të punosh në vendin tënd. Unë kështu e mendoj. Nuk kam, unë kam pa them që kam kanë rastet ikin që nga Afrika deri në Hollandë. Dhe unë asnjë ditë nuk kam punuar
Dhe s'dojnë punojnë. Nësa në Hollandë do rinjë, ki një 80 kre lopë. Se e patëm parë punën tonë, e gjithë këtu, se pa në shkëmbim për vojë. Por, thash nuk rrë, thash. Do prish familjen, do prish këtë, do prish. Do largo. Kështu që, po të punosh, ku do e gjenë formën për të ushqyer dhe për të rrotur, dhe për të jetuar. Dhe për të jetuar. Po disa ikin që s'do të rrinë familje njërë. Mos të kërkojnë llogari babaje, nëna këto, disa, pak. Për të pas atë lirin. Kurse tjetri pse iku ky, apo do ikin dhe unë herë. Ka shumë që s'kan bërë për kopik, ka njëra ndeja. Ka shumë njës. Po ti ke shumë edhe që gjithë Tiranë, më burë, edhe rinë aty pa punë. Është ideja vetëm tikim, ku ka shkuar. Është kosto e jetese shumë e lartë për njeri që s'esh familjar, që arri me qera me gjitha. Po, edhe duhet kesh një punë që të Unë shumë të ardhura. kisha vajzat në shkollë, njëra ka marrë veterinare në Kamës, edhe patatën e merte nga këtu. Pse? Ishte 1000 lek, atje këtu 300 lek, sakrifikonte e merte gjithë. Jo, more, jo. Si gjithë shqiptarë. Edhe unë e marrë në kortë, se është më lirë. Edhe në kortë më lirë. Se ta ble aty. Edhe pse ta ble? Vezën, patatën, zërë gjë aty i marrë. Kështu që edhe vetë shtërim në nëse një fjallë popullore, mbas bej hajs, mbas kotë zhurë më tjetër. Diqa, po mirë, se ta të rinë tani janë që dembela me thënë drejta. Shko, asë njeris nuk ka dembel, asë njeri nuk linë punëtor. Po, se dembela linë? Jo, asë punëtor e dembel, njeri ju. Njeri ju mësohet. Mësohet. Baba im thëshe kështu, kishem një blamë të bogër, dhe thëshe kështu, gjorë bërë thëshe. Dembel thëshe bëhesh për një ditë. Po të zuri djeli, thëshe, në kërbat, pa unë rritë, thëshe, s'ke me mend për punës, nuk lëbis. Po. Faleminderit shumë për këtë bisedë. Edhe më falë që të ndalova se i lodhur edhe kjo va pak kështu. Nuk. Tani shkon edhe ha të drekën me plakën. Ku ka kënaqësi më të madhe më? Nuk ka për. Për zotin s'ka. Lodhesh për shkon në familje. Mua më pret vajza, erdha qik vonë, maram kështu me një dy shok, kisha një problem. 3 herë mori vajza. Me rak. Babi qa bërë, ku je? Jam këtu, thëshë. Po punoj pak. Ja, njeri ju. Njeri ju për këto ka nevoj. Ka nevoj, pa atje së të pjot njeri. Mbarove punë, thëshë, të mamë për kallë, për të regjë karrocën. Se lepderoshin disa, jo, kështu, jam më mamë kështu pronari. Mos ja bë punë një ditë, në darkë da shikosh të gjithë. Dhe që po gruaja bëhet me rak të merë? Gruja? Për shëmbër, jo, pashtë nuk është pa tjetër që dhe se jemi familje, interesojnë për njëri tjetër, nuk diskutohet apo. Nuk diskutohet apo. E mirë është. Ajo që të më jeton kotë që romë pa familjen, bashkë. Sa mire ke bërë këtë të bje djelis? Ja, për djelin në kam bashkë. Mos punove Me mjetër rësanore. Se çdo gjë është mosha, keni punuar gjithë jetën. A di çfarë unë shkoj në çdo fshat? Po të kam pare, të kam djetë, të kam pare, të kam pjekur. Që punoni, mërë, burit e mos punoni. Jo, s'rim dot. Kisham... Unë kam dhe babin tim, që është goxha në moshë edhe nuk e pa punë. Kam një, ajo vajza që them që kam marrë veterineri, kam tash në Greqi. Po. Dhe më merë, pardije më merë, ka 2 çuna. Njeri është 12 vjeç, njeri 15. Në të ketë me jetë. Edhe faleminderit. Tha, o gjysh, mos puno shumë, tha, më së lere kështu, tha, se kalova një para infakt vjetë. Kalova mjetë, nuk pata në gje. Mos puno shumë, e do vi unë aty, do ri, një 3 javë, do ri aty, do të limojnë ty, e thë që njësa dhe këtë motorën në beharë, tha, vine. Po lere punë, tha, mos e shu, tha, po lopë, shitja vasha, dikjo, tha shumë. Unë dua, tha, që të ushqejt, ty të rrisë ty, tha shumë, se janë shumë të apru. A im tha, jo, gjithë në të punoj vetë të shithë. Pa tha shumë ka thënë doktori që mos e lerë punë se do vdesh. E po mirë, tha, puno pak, sa më s'puno, që ka se sot ashtë. Vetëm po ta doktori. Po ta doktori, se në këtë formë ja thashë. Sa i madhja. Ku kupton dhe i? Emri si e kështë? Piro. Pira, të uroj gjithë të mirat, e pa zemrën plot gjithmonë me fëmijët e tu. Edhe ti suksese në punën tënde, se je vërtet e admiruar nga njerëzit. Faleminderit shumë. Edhe ju vlerësoj shumë se jeni njerëzit më të mirë që takoj edhe se njeriu po të jetë punëtor, familjar, për mua është model. Është model. Ajo është ideal. A të ndihmoj? Jo, më. Ndizet? Po ndizet, e shidri. Qyryku pas ka bërë goxha punë? Ha? Qyryku pas ka bërë goxha. Po ju e ngarkoj unë lartë, dhe i mi qasë më me afronë. Po peshën a nuk të të mese? Po pa, nuk është. Sa është? Aq i përballoj.
për balë. A ke parë në një gjarë për se tani kanë dalë gjarë prit? Kanë dalë, të shi dalin. Ha, ke parë? Kjo, këtu s'ka dalë. Andaj po, kanë vrarën rrugët që nga se unë i kam shumë fobi ata. Që nuk kanë gjarë printu. Si Ne na s'ka? hynë në shtëpi nuk kanë gjarë printu. S'kan as helme dhe nuk kanë. Dëgjoj, po pse ju burrat lusnjar jeni shumë të urtë, i thirri njeri grua, ja. Hajde këtu i ta. Pse jeni shumë të urtë ju lusnjarët? E kemi gjakun, si gjaku edhe ujtë. Nuk e sha që E me vaditjen, me ujin e vaditjes, s'keni problema? Shiko, ka bërë përmirësime, ka ndryshuar, ja unë sot kam 1 hektare gjysë si do ta ujis nisin. Kam larka, ne kam marrë me qerat e to. Kam qurë ujin sot. Okej. Ato zona, po, ka vende që, ka shumë vende që nuk është. A, është Po problema ajo. si që nuk është. Se s'ka qenë përpara. Unë kam qenë në 76 fshatrat e Kozës, që nga Nikulasi, e deri gjitha të Kombilës Qepa, Kombilës. Pa, në Kulas, pa. Qofshim nderuar. Rob zoti e. Faleminderit.